paftyrësia më e madhe, përveç shumë e shumë tjera, që është edhe kur një kriminal, një vrasës, që është dëshmu nga gjykatat ndërkombëtare që është vrasës, ka vrarë motrat tona, nonat tona, fëmijët tonë, vëllezërit tonë, të quhet edhe të shpallë, hero, ndërsa të nguroj, të thot vetëm një fjalë të vetme për krevet, për herojt e luftës, ata që e kanë për trend, për ata që e kanë sjell lirinë, që e kanë çliruar vendin. Kjo është më tepër se sa e tmerrshëm, kjo është vërtet tragjike. Dhe kudo që të kish ndodhur në një popull tjetër, një kryeministër i një vendi me boni një gjest të tillë, absolutisht do të kishte qenë i detyruar më njëherë të shkojë në shtëpinë e vet. Kjo do të ishte minimumi i minimumit. Se ky njeri nuk duhet të kërkohet vetëm si gabim. Jo, ky duhet marrë përgjegjës. Ka përgjegjësi edhe për shumë veprime. Ne duhet ta kemi qartë çdo qytetar i Kosovës se si ka ardhur Albin Kurti në pushtet, si ka ardhur vetë vendosja. Qysh ka manipulu me vullnetin e djemve të vajzave të reja. Si pas Albin Kurti, fjalës së Albin Kurti, ne kam thënë edhe një herë, edhe Arben Gjeladini, Man Bala, ata janë vrarë. Ata kanë dhënë jetën. Se i kanë besu një kauze që ka ofru Albin Kurti. Kush është përgjegjës? Ku janë ato qëndrimet e Albin Kurtit? Ato i harroj të gjitha. Ju kujtohet ju dhe çdo qytetar i bëj thirrje, ndaluni, kujtoni ato skema pas shpalljes së pavarësisë. Pas nimit të himnit në parlamentin e Kosovës. Ato kundërshtimet që i kanë pas. Le të nalen, nuk po kërkojnë nga qytetarët as më shumë, as më pak. Vetëm le ta sjellin në vëmendje, le ta rikujtojnë të kaluamën, premtimet e Albin Kurtit, dëmet që i ka shkaktuar vendit me ato veprime Albin Kurtit. Në emër të reciprocitetit, në emër të vetëvendosjes, prodhimet vendore tjera dim se çka ka ndodhur. Jo negociata vetëvendosje. Edhe ato duhet të jep dikush përgjegjësi. Pse ka ndodhur? Janë shkaktuar dëme materiale ekonomisë të vendit. Janë përmbys ato maunat sa dikemne të fresta me prodhime të ardhura nga Serbia. Ndërsa sot çka ka ndodhur? Ju lutem, këto janë disa që vërtet ne na shqetësojnë të gjithë, duhet të rikujtojmë ato çka, le të mendojnë qytetarët edhe për Adem Graboci. Ku ishte Adem Graboci tje? Çka ka bërë Adem Graboci tje? Dhe kur edhe nëse unë kom qenë ato, falënderit që i rikujtove ato përpjekjet mia. Ato kanë qenë, të lutem, unë e them gjithkohë sepse o bindje ime. Të gjitha ato përpjekjet që i kom bën deri më sot, ka qenë vetëm diçka për vendin tim. Bravo. Gjithçka. Sigurisht. Gjithçka për vendin. Jo sigur dikush që dhet shumë. Të lutem, gjithçka për vendin kanë dhënë vetëm ata që kanë të lejuar. Vetëm dëshmorët, herojt. Gjithë ata trauma, pa marrë parasysh se si janë më meritorët. Ata kanë bërë çdo gjë. Ne kemi bërë diçka, kemi bërë përpjekje. Ne kemi obligim dhe përgjegjësi, po këtu hala rritet edhe më shumë obligimi dhe përgjegjësia jonë me qenë edhe më aktiv, më dobishëm për këtë vend. Sepse në fundit unë kam obligim edhe para sakrificat mia, para familjes, para atyre shokëve që kanë rënë. Prandaj ajo më obligon që unë të angazhohem edhe më shumë dhe mundësisht asnjë sekond të jetës mos ta kursej për të kontribuar në përmbylljen e këtij misioni.